Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, jemi duke analizuar atë çfarë ka ndodhur me 11 majin, folëm pak për Partinë Demokratike, për zotin Berisha, i cili ende nuk ka dhënë një përgjigje precize se çfarë do të bëj pas kësaj humbje drastike, megjithatë mbetet për të parë. Ndërkohë ne do të shkojmë tek votat e qarqeve, pasi kemi shumë afër mbylljes së kutive të votimit për sa i përket numërimit në votat e territorit të qarkut Vlorës, nga 450, 427 kuti janë numëruar, ka mbetur edhe 3 kuti, ndërsa Vlora ka këtë rezultat 58.7% socialistët, 26.4% demokratët, rënje e ndjeshme me 11.5%. Por këtu me kthupin, me qenë se ma kërkoj qarkun e Vlorës, një analizë shumë shkurt se cilat janë gjasat, mundësit që të kemi këtë rezultat, apo të ndryshojmë diçka. Le ta shohim pak se sa vota i duhen Partisë Socialiste për të marrë një mandat të nënd, vetëm 628 vota, nuk janë shumë. Që kthehemi ka ajo që po të thoja. Se çështja matet gjithmonë me shifra, nuk matet me përqindje. Dhe matet me shifra për një arsye shumë të thjeshtë. Sepse shifrat tregojnë se sa akoma vota të duhen ty për të marrë një mandat. Ndërkohë, vetëm një sekond, Rezart, ndjes 278 vota mund ta humbas PD-ja mandatin. Në 3 kuti. Ajsa fiton PS, aq e humbet. Në 3 kuti dhe në votën e diasporës, shohim pak dhe votën e diasporës tani. Nuk merr fare me 3 kutit, merr vetëm me votën e diasporës. Atëherë, një sekond vetëm pak, shkojmë te vota e diasporës, se më duket sa e kishën total ai? Qarku Vlorë, diaspora është 60.4 me 15.6. Që do të ruhet i njëjti trend si në votën brenda biles PD është gati 9% më poshtë se vota që kanë. Sa vota ka diaspora? Sa vota kanë në qark, kurse PS është 2% më shumë sa vota që kanë qark. Diaspora në Vlorë ka 15.000 vota, kështu që me këto ritme PS do marri në rastin më të keq një diferencë, një surplus për 6.000 votash tjera në qarkun Vlorë. Nga vota diasporës? Nga vota diasporës. Duke i bashkangjitur dhe votave të... Po ta kthesh ka i 620 ca vota që duheshin për dyshu mandatin, gjasat janë që të kalojnë në 9-3 rezultate. 9-3, edhe këtu diferencë 6 mandate. Po me këtë na i qua 85-86 këthupit, ku po e qoni? 85 është rezultat. Se mos e qoni në shumicë kushtetuese pastaj. Kush është e trisht nga ky lloj sistemi, Denis? Po. Që konkurrojnë 140 veta. Po. Kanë kaq kohë që bëjnë fushat dhe realisht kanë punuar vetëm për listën e mbyllur, madje po flas gjithmonë për PD-n, në 2 qarqe, në Elbasan dhe në Fier, nuk plotësohet as lista e mbyllur. Sharka në Fier dhe në Elbasan është Bylykbashi, nëse nuk gaboj. I katërti është Bylykbashi, nuk del do të thotë? Apo është i fundit Bylykbashi në listën? Janë 5 ato. Po, i 5 kush është në Elbasan? Është Bylykbashi. Nuk del do të thotë. Nëse nuk gaboj, po jam i saktë. Dhe ndërkohë nuk hynë më shumë se sa 5 në një llogaritë që kam bërë unë, pra duke përfshirë Shkodrën, ndoshta 1 në Lezhë, ndoshta 1 në Durrës, 3, pra i ka marrë pothuajse në gjitha vendet. Po. Jo, në Lezhë ndoshta 3, PD-ja i merr në Lezhë. Po flas për listën e mbyllur, pra, listën e hapur. 2 ka në Lezhë. Nga lista e hapur. Po flas vetëm nga lista e hapur. Në listën e mbyllur të Lezhës janë 2, pra i treti është i hapur. Pra jo ndoshta është i treti është. Pra ndoshta po them edhe aty, kjo Dibrës u mbyll sepse mund të kishte qenë edhe aty, pra jo më shumë se 4-5 veta, pra 140 veta, ndoshta do hyjnë 5, kur në fakt në lojë kanë qenë 48. Atëherë, në qoftë se i kalojmë qarqet një... Ja ta mbaroj, të lutem, po. I gjen shumë shumë. Jo, thjesht kjo është sepse është qasë interesante. Dhe gjithë këta që do japin kanë prodhuar mira vota, sepse janë vota preferenciale, duam apo s'duam, votat preferenciale janë aty, vetëm tek ta. Po. Kanë prodhuar 500.000 vota, nuk e di sa mund të kenë prodhuar e tjerë, sa mund të ketë disa që nuk kanë votuar fare për kandidatin, vetëm partinë po. Do të kenë prodhuar 300. Ose 300, 400, nuk ka rëndësi sa janë, dhe në fund të fundit askush, vetëm 4 apo 5 veta do të përfaqësohen në parlament. Është sistemi më denigrues, po e quaj unë, se kam përdorur një këtë term, në kuptim të asaj që quhet një barazi elektorale, por brenda subjektit madje. Okej. Të asaj që quhet meritokraci. E qartë. Nuk Pra këtu duket sikur ne luftuam me këtë lloj hapje që më shumë ishte mbyllje të sistemit,
sikur e luftuam kryetarokracinë, por për mua në mënyrë absolute nuk u bë asgjë, po vetëm thjesht i forcuam madje opozitën. Edhe sistemin vetvete, do të thonë ajo përcaktimi që 1/3 do jenë ka luftuar PD-ja se të PD-ja futen 40 kandidatë. E kam fjalën. Me të vërtetë kryetarit vinë në listë, po do duhet dile ta fitoje. Jo, se është një kundërshtim këtu, se të PD-ja mund të hynë 3 veta, po të PS-ja hynë 40. Pikërisht, po çfarë po them? S'është problem. Duhet hapet PD-ja brenda që të hapet lista. Ne nisemi nga, po themi, një situatë ku PD-ja ka një disfat rëndë elektorale për të bërë analizën dhe kjo është më kështu. Për që një situatë më normale të kapim 2021 ku raportet janë aty. Ky sistem teorikisht thotë që hapet 1/3, do të thonë mbahet të mbyllura 1/3. 1/3 po. 2/3 lihen të lira. Dhe duket sikur mrekullia. Është e kundërt. Praktikisht është e kundërta. 1/3 është. Ti nuk fiton dot më shumë se 50% në një qark. E kupton? Kështu që tek 33% te 50% janë 2/3 janë të mbyllura. Një sekond. Standard. Më vjen një detaj shumë interesant, nuk e di tani nëse regjia ma mundson, po më thonë që në Vlorë i 4-ti nuk e di nëse është Vangjel Dule apo jo. Dhe në qoftë se Vlora del 19-3, si që thotë Kthupi, Vangjel Dule, i cili do të ishte në listën e sigurt. Shton shifrat me thonë vërtetën se... Regjia nëse ma mundson do të listën e Vlorës, se unë vetëm Tiranën kam në fakt. Ku mund ta gjej listën e Vlorës, nëse është Vangjel Dule apo i 4-ti. Në total, sa kanë votuar në Vlorë në total? Në total, nuk e kemi, po ti mbledhësh pak a shumë, mund ta bëjmë një analizë, por këtu jemi edhe sa, duhet, nuk është se presim diçka nga kutitë e Vlorës apo jo, këtu pritet vetëm nga vota diasporës. Diasporës. Okej. Ka përfunduar në Vlorë? Jo, ka përfunduar në Vlorë? Po. Janë ke vota prapë. Ka përfunduar. Okej. Besoj do updatohet, ndërsa shkoj pak tek ajo që është vota e diasporës për Tiranën, dhe këtu doja një analizë nga miqtë e panelit, çfarë mund të prodhoj vota diasporës për Tiranën, Tafani? 47.3 me 34.9, 7.2 nisma Shqipëria bëhet, 4.1 mundësia dhe 3.7 është... Këtu diferencë do t'jetë më ngushtë. Aty merë... Po, ma konfirmon pra regjia, i 4-ti në Vlorë është Vangjel Dule, pra në qoftë se në Vlorë rezultatet do t'jetë 9-3, Vangjel Dule do t'humbiste ndoshta për herë të parë në karrierën e tij politike mandatin e deputetit, se ka disa mandate. Dule dhe këtu pastaj do kishim se u kthy edhe në një betejë edhe mes dy shteteve, fakti i konfliktit dhe debati për Belerin. Nuk e di, pra, ndoshta kjo mund të ishte një votë e rëndësishme për socialistët apo jo përparim Vlora, po gjithsesi duhet ta shohim tek kutia e fundit e votës së diasporës. Do të jetë vështirë, por nëse do ketë diferencë të madhe, vota diasporës normalisht është një gjë që mund të ndodhë matematikisht, po themi. Po. Aritmetik. Dhe jo vetëm aty, po ndoshta lëvizja mund të ketë, ndoshta kutitë e fundit tashmë, sepse besoj që jemi tek 700 kutitë e fundit në rang kombëtar. Besoj që mund të kenë të surprizat, po themi, aty ku ka një diferencë të vogël dhe të ngushtë. Në lidhje me qarkun e Tiranës, për sa i përket votës së diasporës, do të kemi parasysh që do ketë një rezultat shumë të ngushtë midis palëve. Nuk do jetë ajo diferencë, sepse në Tiranë një pjesë shumë e madhe kanë votuar nga Italia, që presupozohet që fatikisht deri tani në ç'nivel nivel jemi tek vota diasporës me Greqinë. Sa ju lutem jam fali. Dhe mos harrojmë që çfarë do lloj gjëje që jemi duke numëruar në votën diasporës, nuk përfshihet vota e atyre që janë në Greqi, Po. Deri tani. Po sa vota janë nga diaspora për Tiranë? 42.000 vota. 53. 53.000? Janë të regjistruar 53.000, po 22.000 kanë ardhur. 53.000 vota janë nga për Tiranën. Ndërkohë, tani kemi 4.000, 7.000, 8.000... Vota diasporës nga Greqia, në total. Gati... 22.000 janë për Tiranën. 22.000 pra, pikrisht.
Tiranë 42.000, këtu kemi diku te 9.000 vota janë shëmbruar. Janë rreth 2.800 vota për nismën. Po. Nismën, janë rreth 1.600 vota për mundësin, janë rreth po prap 1.500 vota për bashk, pra po të vazhdojnë këto trende, por, si që thanë, është qarku, dhe qarku ka diferencë të madhe midis qytetit edhe rrethinave ose pjesëve tjera, bashkive tjera. Çfarë është qytet Tiranë, ka tjera norma dhe çfarë është periferi ka tjera norma. Doja të dija diçka për, nëse kalojmë prapë te Vlora se doja të dija përqindjet. Përqindjet e?